gjithve, ju përshëndes dhe mirë se vini në Reze Dielli. Në ditën e sotme do të kemi mundësi dhe kënaqësi në fakt që të bisedojmë me një shqiptar të suksesshëm. Ai është vetëm 26 vjeç dhe është shpallur qytetar nderi i New Yorkut. Se çfarë e motivoi dhe se çfarë titulli është ky, se çfarë ka bërë 26 vjeçari me origjinë nga Ulqini për të marrë këtë titull të rëndësishëm, të vetmin titull për moshën e tij në të gjithë Amerikën nga një shqiptar i marrë pikërisht, do të na tregojë vetë ai përmes një lidhje të drejtë për drejtë që do të kemi me New Yorkun pas pak me Xhemal Lanica. Historia e tij familjare është një histori që e lidh edhe me ish kryeministrin italian, do të tregojmë për prejardhjen e tij nga Durrësi, se si gjyshit kanë emigruar dhe ja, në ditën e sotme, nipi i tij ka marrë këtë titull të rëndësishëm, këtë postë të rëndësishëm që do të jetë patjetër një mundësi e artë për të gjithë komunitetin shqiptar në New York. Është me rëndësi për ta promovuar edhe në median tonë. Ndërkohë, do të kemi sugjerime interesante në ditën e sotme. Për të gjithë ata që vuajnë nga prostata, do të sugjerojmë sepse një suplement bimor pa efekt ansore do t'ju ndihmojë për të gjitha simptomat apo shenjat e vuajtjes nga prostata për gjithë meshkujt mbi 40 vjeç, ku dhe këto shenja fillojnë dhe përparojnë. Ndërkohë, sugjerimet të tjera do të vijmë në rubrikën tonë Bëje Vet, një rubrikë shumë e dashur për ju, me këshilla natyrale, ku do të ndalemi tek një nxirrës trupi krejtësisht natyrale, duke përdorur 2 përbërës që i keni të gjithë në kuzhinë. Gjithashtu, një maskë shumë e mirë për fytyrën, që zëndëson atë botoksin natyral, me majan e birës. E çuditshme tingëllon, por e vërtet, sepse Stella ka menduar mirë duke u lumtuar për këto maska të cilat janë vërtet miqësore me lëkurën tonë dhe krejtësisht natyrale. Në kuzhinë kemi sugjerime të ëmbla, të shijshme, me aromë fantastike nga Albana jon. Shkojmë me njëherë. Mirë se të gjeta në kuzhinë. Përshëndetemi me anvisat tona, që i kemi aty të ekrani, gozhduar përpara report televizion, për të gatuar së bashku. I kemi shumë të vëmendshme, shumë besnike, ndaj ju falenderojmë çdo ditë për besnikërinë tuaj dhe për prezencën tuaj në emisionin tonë. Çfarë gatuajmë sot për zonja tona? Ju përshëndetje dhe një përqafim të gjitha anvisave pa dallim. Për temën pëlqen kjo pa dallim krahinë e fare. Na ndjekin jashtë Shqipërisë gjithashtu. Por ju enkas dhe pa bërë asnjë lloj dasie, asnjë lloj ndarje sot, kam një pite me presh. Me presh tashun. Me presh mund të bëhet, po unë kam bërë me qep të njoma sepse është edhe sezoni. Në dimër shkon me presh. Në presh e kisha pasur ndërmend të them të drejtën, por ja që mosha luan një fije rol. Ku ka presh sot? Në një familje janë gjithsesi. Pra me qepët e njoma që janë shumë të njoma dhe unë nuk ndaj asnjë lloj pjesë, pra duhet dhe pjesa e bardhë, sikurse edhe pjesa e jeshile që është bishti i qepës. Më duhet një gotë qumësht, ose në të kundër 2 filxhana kafeje qumësht, më duhen vezët, dhe kur jemi te vezët ju e dini shumë mirë që mua më pëlqejnë që të kem dhe këto vezët e kuqe, sepse janë unë si Albana, nuk e di, më pëlqejnë vezët e kuqe, kaq. Nëse do të dini ju, vezët e kuqe e kanë voshkën ose koracën e kanë pak më të fortë se veza e bardhë. Këtu më duhen 4 vezë ose 3 vezë, por asnjëherë mos harroni sepse tek veza ka një dallim. Është masa. Nëse masa do jetë e madhe ekstra larg, normalisht do keni 3 vezë. Unë kam vënë 4 sepse është mesatare. Kemi djathin, kemi mielin, kur kemi të mielin, më pëlqen të ndalem këtu, sepse është i vetmi produkt që mua nuk më përbën problem. Me miell mistri apo me miell gruri të bëhet? E kam me miell gruri, por mund të përdor. Kemi mielin super të grurit. Mund të përdor të gjithë llojet e mielrave këtu në këtë gatim. Prandaj them që këtu është lehtësia më e madhe që un kam. Dhe kripa sheqeri, piperi janë të gjitha, sheqerin. Më ndje shkret. Po kam një recel me kajsi dhe tha sheqeri. Është në recetën tjetër. Tani shpejt. Le të pres bishtat e qepëve të njoma dhe vjen era livadh. Era livadh vjen. Mos harroni. Nuk mund t'i këputosh dhe t'i konsumosh pa frikë, pa frikën se mund të kenë ndonjë pesticid, janë qepët paktën në periudhën që jemi. Edhe pse
Ky sezon afron një larmishmëri të perimeve, të frutave, ka ndalë kajsit, si shtë Albana që do bëja të reçelin, pjeshkët, nektarinat, mani, qeshit po. Manat, dikur, të bardhat edhe të zezat. në përgjithësi ishin manat e bardhë në përgjithësi, dhe mani ishte pemë e madhe shumë, dhe shkundeshin, flas të baçët. Po, shkunden dhe me një... Me qërqaf, vendosë me qërqaf, po, shpemës, po. Se mani është edhe delikat, edhe nuk duhet të bjerë në tokë, sepse ka vetë strukturën e tillë që e merr shumë kollaj, dhe unë sikur se dhe pesticidet, që nuk ikin kollaj. Larja me sodë është larja me e mirë. Do thoni ju, i hikën ai pak sheqer që ka mani, edhe i hikën, sepse nuk kërkon larje ku ne e vendosim në frigorifer, sidomos qëndron në ato kaçilet. Në kaçilet e kashës. Ma përqen pekmezi që bëjnë anvisat me atë manin. Pekmez mani që ka shumë punë dhe të losë, por që është shumë i mirë, shumë i shëndetshëm, i reziston goxha kohës. Gjithsesi do të kemi mundësi se në treg sapo ka dalë dhe do të kemi mundësi që të sjellim edhe receta me të dhe të flasim për. Janë dhe receta të ëmbla dhe të kripura me manin. Dhe jo vetëm, por me të gjithë frutat. Tani i shkojnë mishit shumë të lloj fruta, sepse krijon dhe bëhen ato salcat, siç tha dhe Niki pekmezin. Një gjë e tillë është. Po. Unë i bëra të gjitha. Tani kemi grirë dhe këto 4 koka do t'i lë për një recetë tjetër këtu, që do më duhet. Me mielin super të Olës do të përgatisim një pite me qep të njoma. Kështu që do t'ju ndihmoj tani me produkte përveç se qepëve të njoma dhe miellit, çfarë ju duhet tjetër, shohim së bashku të shkruar recetën e recetës tonë të parë. Ja, këtë mielin e kuq do të përdorim sot. Të tjerë produkte kemi, i lexojmë së bashku. E kemi recetën apo jo? Po dhe nëse nuk e kemi, me qep të njoma dhe koper. Do të kemi 6 qep të njoma, 1 filxhan kafeje vaj ulliri, 1 filxhan kafeje miell, 1 bustim pluhur pjekës, 2 filxhan kafeje qumësht, 1 majluge piper i zi, 4 kokra vezë, 300 gram djath i bardh, 2-3 deg koper, majdanos apo nenexhik, ose të treja ose njëron prej tyre, 6 qep të njoma dhe gjysmë luge çaj me krip. Kjo është lista me produktet. Tani të gjitha këto i kemi në tryez. Do të fillojmë që ti gatuajmë. Mbledhim të gjitha njëra pas tjetrës, fillimisht do të shpërbëjmë vezët. Lëvoshgat gjithmonë sipas mundësive i mbajmë njanë, i përdorim për bimët, lulet. Çfarë bëre ande? Hodha krip. E më gjitha nuk do t'i themi. Hodha krip, thot. Po, hodha krip. Atere në 4 vezët, ja ku i kam këtu, po ja lë Andronikit se, ja gjithë vëndin. Ja gjithë vëndin. Kemi mbledhur dhe disa të tjera nga java e shkuar, kështu që i përdorim për këto. Rahim vezën. Shtoj masën e sodës. Opja. Duke e përzirë normalisht edhe soda vetë aktivizohet. Do të shtoj plurin pjekës. Plur pjekës. Nëse unë do kisha mielin farina hap, normalisht ju nuk e shtoni sodën. E përzije mirë, duke e ndihmuar pak vaj. Si kurse shtojmë edhe qumsht. Dhe qumshtin. Pra, shtuam fillimisht masat kryesore të lëngëta, vezën, qumshtin, vajin e ullirit. E lë. Filloj dhe mere me qepët e njoma, duke i shtuar dhe pak o sodë. Kështu i ulim volumin tani, i zbusim ato, ose në një farë mënyre
në terminologjin që përdorim i shuaj. Po, dhe përse shtova sodën? Sepse soda ruan ngjyrën, nuk shtova kripën. Ruan ngjyrën. Ruan ngjyrën. I shtova sodën. Tani unë këtë pak, tu pse e kam lënë as vetë nuk e di, do të shtoj. Edhe pakës piper. Mund të shtoni ndonjë shije tjetër, normalisht kam bimat aromatike. Koper kemi këtu, në energjik kemi majdanoz, kështu që zgjedhim sipas siç i shkon më shumë, siç e duam ne aromën dominuese që do të ketë pitja në fund fare. Këto bim është mirë që të përdoren gjerësisht, masivisht në çdo gatim, në çajra, në ujin aromatik, her pas here, ndonjëherë nga që na rëmben ritmi ditës dhe nuk ndalemi të mendojmë që shiko, se këto bim që nuk kushtojnë fare, mund na bëjnë dhe një shërbim shumë të mirë në organizmin tonë, siç tham për shembull për rastin e veshkave, limoni dhe majdanozi për pastrimin e veshkave. Po ashtu në energjiku shumë i mirë, shumë i mirë për pastrimin e mëlçisë, koperi po ashtu qetësues, kështu që nuk i shohim vetëm si bim aromatike që na japin aromë të mirë dhe shije shumë të mirë gatimeve, por duke i parë edhe si përfitime shëndetësore. Shtoj. Vajin. Masën e miellit. Na duhet të kemi një masë të lëngësht dhe jo të jetë brum, po të jetë qulli hollë. Masa që ne do shtojmë në tavë. Marë bimët aromatike, pra gjithë shka me radhë. Marë koperin që është më kryesore. Pra, kombinimi më i mirë i koperit me qepën e njom nuk ka më kombinim të mirë se kaq. I largoj që të kem të rrjes të pasur, sikur se marr edhe një luk. Ja, shtoj masën e miellit të qullit, që ka miell, vezë, sodë, bëj një përzierje. Dhe bëhemi gati për të bërë gati pakon e miellit. Ja, në rregull jemi, Që në këtë rastin edhe lidhës më shumë në rastin e kësaj pite ku do dominoj qepa e njom. Kjo mas e gjitha, pra, na duhet një mas e lëngësht. Miell duhet vetëm 2 filxhan kafeje, ose... Sa të bëj ato lidhjen, përthithjen e lëngjeve të tepërta? Duhet soda. Shtojmë edhe djathin e bardhë në fund fare. Pra në sipërfaqe. Kjo është pitja me qep të njoma. I rendisim edhe njërë së bashku produktet e saj. Pra, përfunduam së gatuari, do të vendosim për të pjeku pite me qep të njoma dhe koper. Ju duhen 6 qep të njoma,
1 filxhan kafeje vaj ulliri, 1 filxhan kafeje me miell, 1 bustim plur pjekës, 2 filxhan kafeje qumësht, 1 majluge piper të zi, 4 kokra vezë, 300 gram djath të bardh, 2-3 deg koper, majdanos dhe nenegjik, 6 qep të njoma, përsëri, kemi përsëritur 2 herë, dhe pak krip për të rregulluar shijen. Përgatiteni që sot qep të njoma janë në treg, kështu që shpresoj që t'ju pëlqej. Këto qep të njoma shiten kështu si me tufa, paga shumë 6 të tilla kanë, sipas madhësisë, dhe përdoreni të gjithë gjatësinë e qepës së njom, pra edhe pjesën e bardhë dhe pjesën jeshile. Bëhemi gati për recetën e dytë, por më parë shkëputemi për mesazhin e sotëm promocional. Rikthehemi, jemi gati tani për të nisur me recetën e dytë. Kemi recetë të shijshme, të shpejtë, me perime, me patullxhan kryesisht. Ti lexoj fillimisht produktet e saj dhe më pas do të bëhemi gati për ta gatuar hap pas hapi dhe ju për ta ndjekur nga shtëpitë tuaja. Patullxhan me speca, domate dhe erza. Ju duhen për këtë recetë 4 patullxhan të gjatë, 2 lug vaj lule dielli, 2 speca të hollë, 1 qep mesatare, 3-4 lug vaj ulliri, 1 karot, 6 thelpinj hudhër, 4 gjethe dafine, 3 deg borzilok, 3 deg koper, 2 domate të qëruara, 1 lugë e vogël krip, 1 majlugë sheqer, gjysmë filxhani verë e kuqe, piper të zi 12 kokra dhe stika pishe, 2 lugë gjelle stika pishe. Kjo është lista me produktet për patullxhanët e sotëm. Kemi nisur me skuqen e tyre. Po, patjetër që i kemi qëruar lëkurën, e kemi hequr lëkurën, dhe kam qepët e bardha, sikur se lash edhe në 4 koka qepësh të njoma. Në vend të stikave, se stikat janë opsionale, se jo gjithkush i ka, shumë mirë mund të vendosni susam. I jep një shije shumë të mirë. Susam i pjekur jep një shije shumë të këndshme. Pra, farat edhe bimët aromatike patjetër që janë të domosdoshme në përdorimin e ushqimit. Do thoni ju po dikur s'kishim edhe televizor, s'kishim edhe radio dikur. Edhe i përdornin, po edhe nuk ja u dinin shumë. Patjetër që evolon gjithçka. Patullxhanët e zëvendësojnë shumë patullxhanët 1 edhe pudha 2 e zëvendësojnë shumë mirë mishin. Mua nuk më duhet që ti skuq patullxhanët thjesht derisa të marrin atë ngjyrën e errët, nuk na duhet atë ngjyra e errët, na duhet të zbutura. E tillë. Sa ja marr mend pak në vaj të shumt. Kjo është dhe arsyeja që ne do të përdorim 2 tigan. Jem baruar me patullxhanët. I lëmë njan. Dhe marr tiganin tjetër. Në të cilën do të kaurdisim apo skuqim pak, zbutim qepën dhe më pas perimet e tjera. E lë dhe direkt dihet që tani tregu ka këto perimet shumë ngjyrshe dhe receta me patullxhan kemi sjellë dhe vazhdojmë të sjellim, ndoshta mund të themi se patullxhani numëron më shumë receta, si të mbushura, si të skuqura, si në tavë, si në kombinime të ndryshme, si salcë patullxhani. Pra, një nga perimet që të frymëzon për të përgatitur receta të larmishme dhe shumë prej tyre i keni edhe në YouTube-in tonë, në kanalin tonë në YouTube Breze Dielli. Kemi sjellë variante të ndryshme, siç e thash, të mbushura, të pambushura apo në raste të tilla. Sot e sjellim të kombinuar shijen e tij me specat. Shtoj pak sheqer, pakës
krip. Pakës ujë. Dhe e lë të përthith pak lëngjet. Më duhen 6 thelpi E kombinon shumë mirë shija patlıgjanëve me hudhra, duen hudhra të plota, të mdhaja, tulli tyre. Jo më kot, turshit e patlıgjanit janë një ndër më të mirat sepse ka më shumë hudhër. Hudhra. Pra, hudhra luan një funksion që dhe ta konsumosh. Në të tjerët për shumë ne e largojmë hudhrën, kurse tek patlıgjani ne e konsumojmë. Shumë i mirë patlıgjani kur është i vogël për gliko. Po, Për gliko. përmetaret. Është E kanë në listën e tyre po. të recetave të likove, bashkë me fruta perimet e tjera. Hudhra nuk më duhet të jetë e prer imët. E shtoj të dytën në radhë duke përjashtuar skuqin e patlıgjanëve. Bashk me hudrat shtoj dhe karotat, sepse karota është perimja e fortë që i duhet më shumë kohë të zjej. Atere, bëm një përzierje shumë të mirë, të avasht, jo të nxituar, po nxitove, mbaroj ushimin. Ngritet temperaturën, i përthithet të gjitha lëngjet që kanë perimet dhe sërish shtoj pakës uja. Pak nga pak. Uj aromatik. Po. Bravo. Uj aromatik qërët kjo, se ka të gjitha aroma, se po të kishim vetëm majdanozi, mund të thoshim uj majdanozi, apo uj koperi, uj energjiku. Këtu i kemi të treja në një enë, kështu që i jep edhe aromë të mirë gatimit. Edhe borziloku që... Kam gjithet e borzilokut. Kush e ka fatin ta ketë në obor, mirë. Kush nuk e ka, në treg është shumë i shtrenjtë. Kilja borzilokut, me thënë drejtën. 3 deg janë 600 lekë. Më shumë, më ranë mua. 3 deg. Sepse është i importuar. Kush e ka mbjell dhe ka aty në bagje në balkon, është me fat. Pa tjetër dhe borziloku është me varietete. Pra është kjo që është gjithë e madhë, është gjithë e vogël, është pa tjetër dhe në ngjyrën lejla si ngjyra e patlıgjanit. Po, është shumë e mirë. është mi shtrenjtaj. Unë e kam në bache. E ke në bache. Edhe këtë nuk e dira se si shte mora vesh 3 deg 600 lek. Por, me ju kam thënë që ne kemi dhe një bache këtu. Kemi dhe një bache këtu që ka gjitha erzat. Të gjitha këto janë në bache. Është delikat borziloku. Duhet të ujitet shpesh, thahet më shpejt, ndryshe nga bimët e tjera. Ndaj edhe është më i shtrenjtë. Gjithsesi, 2 deg të vogla, 3 të tilla, ju duhen për këtë recet. Është diçka që nuk qëndron aq gjatë në atë ngjyrën e vet të klorofilt, i jep aromë fantastike gatimeve, edhe kur bëjmë ato pastat, edhe në ujë borziloku. Në ujë është akoma dhe më mirë, është shërben shumë mirë për largimin e mushkonjave. Mushkonjave, po. Borziloku, rozmarina, dafina janë 3 produkte që ne nëse i përzijem me uthull ose me kafe, jemi të fituar. Dhe e fituar unë jam kur shtoj verën e kuqe ose në të kundërt, ja, po iki me hapat avasht, të të rëgë dhe fustanin tim që kam vesh. Kemi këtë pontin ton që nuk na braktis asnjëherë për të gatuar dhe për të shtuar shije recetave tona, siç është dhe ky densiteti kremos me një eksperiencë qindra vjeçare në fakt, një ndërthurje bukur e traditës së vjetër, përgatitjes së acetove, salcave të ndryshme, dhe Teuta është kujdesur që
pontin ta sjell edhe në vendin tonë për ne konsumatorët që konsumojmë salcën e sojës, acetën balsamike, uthullën e të tjerë, ja sipas glaseve të ndryshme që ponti ka në dispozicion. Shtoj. Ja shtuam këtë mas. Domateve u kam hequr lëkurën. Mbizotëron aroma deri tani e borzilokut. Shtoj masën e kripës. Shtoj gjethet e dafinës. Pra nuk shtojmë ajde çfarë bibësh kemi dhe i shtojmë në tenxhere. Patjetër që duan, si matematika që kërkon një llogaritje, edhe aromat këtë kanë. Duan një llogaritje. Për shembull, se kombinojmë dot borzilokun me nenexhikun, se të dyja kanë aroma të fuqishme dhe do zgjedhim të mbizotëroj njëra apo tjetra. Tani do të shtojmë specat. Shtoj specat, se specat përse nuk i skuqa. Unë e kisha vajin. Nuk i skuqa sepse duhet të jenë të tilla dhe shija të mbetet pak më e fortë e specave. I kam prerë njësoj si patlıxhanët gjatoshe. Tjetër që më duhet të zjenë dhe shtoj piper ose bahar. E kam thënë që bahari ka një ndryshim nga piperi, sepse është kokra më e madhe. Pra, është kokra më e madhe, ja. Gjatë në madhësi me kokrën e murizit. Po, ja. Ja shtoj. I japin një aromë shumë të mirë. Dhe në bashkëpunim me gozhët e karafilit, ku ne bëjmë salsa, është gjëja më e mirë. Ka një aromë të mirë duke u kombinuar edhe me erëza të tjera, po edhe duke qëndruar ashtu më vete, pra shtuam edhe specat. Në fund fare, sa po specat të zbute. Dhe patlıxhanët. Sipër. Dhe një gjellë verore në qonë, kjo recet, që konsumohet edhe ftohtë, edhe përgatitet një ditë para për ditën më pas. Edhe në formë mezeje mund të jetë. Dhe është kryesore, është meze kryesore. Bukur. Pra, meze kryesore buke me i godver, apo raki, faqore raki, me pak bukë të ngrohtë apo me bukën e misrit, bëjmë edhe njerë një përsëritje, sepse ne përfunduam këtë recet dhe po presim që ta servirim bashkë me recetën tonë të parë, patlıxhan me speca, domate dhe erza. Ju duhen 4 patlıxhan, 2 lugë vaj, 2 speca, 1 qep, vaj ulliri, karot, hudhra 6 thelpinj, gjethe dafine, borzilok 3 deg, koper gjithashtu, domate të qëruara, 1 lugë krip, 1 majluge sheqer, pak verë të kuqe, gjysmë filxhani, piper të zi bahar, ndoshta, ishte më mirë, më e preferuar për këtë recet, dhe stika pishe ose fara susami, të cilat ne do t'ja shtojmë në fund fare, pasi të jetë përgatitur edhe speci bashkë me patlıxhanin. I kemi dufta për t'ja shtuar të pjekura, me njerë pas publicitetit tani, do të rikthehemi për t'ju treguar një tjetër recet. Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit të gatimit për të vazhduar me recetën e patlıxhanëve, të cilën me sa po shoh e kemi drejt fundit, ka përfunduar kaurdisja, zbutja dhe aromat janë shpërndar gjithandej. Do t'i shtojmë në fund fare edhe fara susamit të pjekura për t'ja shtuar shijen. Në fara të susamit nuk shtojmë vaj, sepse kanë vetë vaj dhe dihet që nga vaj i susamit ne bëjmë krijohet tahini, që është salsa e duhur. Por i pa pjekur përdoret vetëm në ëmbëlsira dhe në disa raste ku ne për shembull e vendosim në furrë sepse nuk na duhet një dubël pjekje. Se ka dubël pjekje, double pjekje. Po. Mirë shkon. Unë e dim që i përdorimi vetëm për këto shijet fantastike që jep në fund, sepse ta shohim nga pjekja, nga aroma që lëshon susami kur piqet, ja shton atë shijen patlıxhanëve, por duke ditur që janë fara të shëndetshme, janë super ushqime, që themin e bashkë me shumë fara të tjera,
që Teuta është kujdesur për t'i sjellë dhe për t'i njohur në fakt, për t'i përdorur sistematikisht në rutinën tonë, të pasura me fibra, të pasura me proteina bimore, nëse përdoren në mënyrë sistematike apo të rregull, ndihmojnë dhe kontribojnë në përmirësimin e kolesterolit, gjithashtu duke patur fibra, duke patur proteina, na ndihmojnë në forcimin e muskujve, na mbajnë më të ngopur, kështu që kemi dhe plot receta. Mjafton këto afara të cilat s'të prishin punë në çdo gatim që ti shtosh. Nuk ka ndonjë, vinë me një aromë të lehtë fare, nuk kanë shije të fortë që mund të ndikojë tek gatimet e tjera, kështu që është shumë e mirë për ti. Si fillim ka lindur në recet, ka lindur të buka. Vendoseshin si për bukës. Më pas u pa që jepte një shije të këndshme, dhe filloi të vendosej edhe brenda në brumë, më pas në sallata dhe në gatime të ndryshme. Pra ka një shije tepër të veçantë dhe kryesore, ajo hallvasia që ne kemi pasur shumë qef. Kjo është lënda kryesore. Kjo është lënda kryesore. Që bëjsim ato fjetë të xhamit. Edhe pak kremi tahinit që kemi sjellë gjithashtu, që edhe ai na shërben pastaj për përgatitjen e humusit me qiqra apo me produkte të tjera, kombinime të tjera. Gjithsesi, për këto farzat që janë dhe dy ngjyrsha apo jo, dhe janë dhe është dhe susami i zi. Por që nuk ka atë përdorimin njësoj se susami i bardhë. Pra është pak më penalizohet pak, sepse susami i bardhë ka pothuajse në të gjitha gatimet, kurse susami i zi jo. Nuk piqet susami i zi, ka një shije pak më të idhët dhe nuk është kaq vajor sa ky susam. Tani e kam në rregull, nëse ju për shembull merrni pakon, patjetër vendoseni në tava, piqeni me një nxehtësi shumë të pakët dhe ja ku keni rezultatin. Krijohet amam, shikon, fillon edhe po ta lënë të tillë kështu për shembull, pa e hapur, krijohet në formë celule, se mblidhen. Ktu unë do të shtoj e thamë që kemi... Në pritje ndoshta edhe të pites, por mbarojmë një herë ndoshta me kajsit. Dhe ju servirim më pas edhe. Kjo është ajo receta, ajo mezeja me një pirun që konsumohet shumë mirë dhe ftohtë. Kujdes se është e nxehtë ajo, mund t'ja shtosh siç e ke. To farzat që ngjiten pas perimeve tani dhe bëjnë vërtet diferencë në shije dhe duke i shtuar vlerat në çdo gatim. Te sallatat mund të shtojnë farat e susamit, pjekura apo të papjekura, në smoothie, në përzierje me kos e të tjera. Në byrek, te pitja gjithashtu që bëm me qepët e njoma, pse jo edhe në sipërfaqe mund të ishin fara të tilla. Ka vend për të përmirësuar shijen kudo. Thjesht për dekor. Duhet të dim gjithmonë që kur ne duhet përdorim dekorin, çdo gjë duhet jetë e ngrënshme. Lulet, bimët. E sjellim. Këtu dhe në fund fare. Kjo është pjata e patlıgjanëve me speca. Besoj duket mirë, me ngjyrat, organizuar, e shijshme. Dhe lëm deri këtu. Përpara se të kalojmë tek pitja për ta servirur atë dhe për ta lënë më pas që të kulloj, t'i marrë disa minuta që të kulloj dhe më pas ta ndajmë, do të kalojmë fillimisht tek kajsit tona. I kemi larsh, plar, janë në treg, i konsumojmë, bëjmë sallata me kajsi, i konsumojmë ashtu siç janë, bëjmë komposto, bëjmë reçel me kajsi. I shohim mirë produktet e reçelit, si do ta përgatisni ju në kushtet e shtëpisë. Do të merrni një qese, një tas me kajsi. Të jenë të pjekura mirë është kusht, 2-3 lugë gjelle mjalt ose 80 gram sheqer, lëng limoni dhe veçantave, sepse të gjithë kemi bërë reçel kajsi edhe më herët, po e veçantave është këtë herë do të përdorim fara kia. Me farat kia do të bëjmë këtë reçel fantastik. Pak vanilje ose kanellë për aromë dhe e jani ta shihni tani se si përgatitet. Kajsit, nëse ne duam që kajsit të jenë
të ngelen të tilla, normalisht duhet jetë më e fortë. Nëse ne duam ta bëjmë pelte, që del recel, për të lyer bukën, e kemi të zbutur fare. Këtu unë i kam vendosur pak sheqer, që të krijohen ato lëngjet e tyre në fund fare. E shtoj siç është. Me pakës ujë. Edhe Pak fare ujë ka mbetur në fund. Sa për të shplarë. Sepse edhe vetë do të lëshoj lëngjet e veta, kajsia. E lëm. Do të shtoj farat në ujë që të bimehen. I duhen disa minuta që të zbuten, të Për të bimehen, bërë të të ngopen me patjetër ujë. që jo vetëm minuta, unë e bëj me minuta këtu, po duhet këtë orë në fundit ashtet e receli. Gjë që nuk na prish punë, sepse dhe në zjerje, e di që do thoni shumë mirë, po kur nuk na prish punë me Albana, pse thua me orë dhe nuk thua me minuta. Por ashtu është procesi, sepse kërkohet që të krijohet ajo masa e gelatinës. Do të shtoj masën e mjaltit dhe ne dim shumë mirë që ka sheqer natyral. Normalisht, mjalti ka atë aromë ku bletët livadhisin. Çfarë lulesh shkojnë, atë aromë kanë. Do të shtoj pak vanilje. Kjo është opsionale. Pakës, shumë pak kanellë. Shumë pak. Një pudrosje edhe pak kaq. Një pudrosje e lehtë. Për t'i dhënë atë të veçantën, çdo baçe. Anvisat që din kimetin shumë ëmbëlsirave, sidomos ato të përmetit juglindja, vendosin barbaros. Sidomos edhe shtëpitë e Tiranës i kanë këto patjetër. E vendos këtu. Ku ti lenonat e Tiranës unë? I jetë ku ti le. Japin shumë aromë të mirë, shihet mirë recelit. Do ta lë? I lë një aromë pas të lehtë fare, por që tamam të barbarostë, themi ne. Barbaro, Vasiliko, dhënte tua kushi do. Jemi këtu me limonin, në portokale më të ndala unë ty, lullet e limonit të bini në sy, 2. Do t'i shtoj edhe një limon. Çdo produkt e kalojmë. Po, një tillë i shkon për 7. Ja, ku e kemi këtu. Shkosi u bë direkt kjo, mori një shtres gelatinoze me farat. Shtoj? Ja. Limonin. Dhe këto fara nëse do t'i lëmë për shembull për disa orë, do të bëhet një masë e trash gelatinoze, lëngjet janë përthithur, ato kanë rritur volumin e tyre. I lëm të zihen. Normalisht, Do ta kemi luksin kohën për ta pritur që të bymehen sa duhet, por ju në shtëpi do t'i lini një 10-15 minuta. E di që të thoni, kjo teori e re. Nuk është teori e re. Është teori shumë e vjetër, por ne e sjellim të re. Dhe ja, e i hedhim një sy tani nga brenda tenxheres, se çfarë trajte konsistence ka marrë receli kajsis me farakia. Shumë i veçantë, provojeni. Deri tani e keni përdorur recelin njësoj siç është, me kajsi dhe sheqer, me 2 përbërës, maksimumi dhe lëngun e limonit. Provojeni në këtë mënyrë ta gatuani siç e sollëm dhe ne bashkë me farat e kias. Do ta lëm tani derisa të zihet, të zbutet. Tani ne kemi kohë plot. Po sikur Fillimit e piten tani, sepse ka përfunduar në këto minutat e fundit. A ti vëdhe në përdorim to lëkurët e patlıxhanit, më thuaj? Apo nesër, ha? Si e ke dëshirën? Në përdorim lëkurat? E patlıxhanit, po.
Po pa tjetër shumë, në e tregon, ne jemi kurios të shohim që sot. Po mirë, pra. Se s'doja ishte Alia më shumë piten, që të erësoheshe. Ja tek e kemi, piten me qep të njoma, me koper, me djath. Nëse e do një përsëri recetën, unë ju ndihmoj, ja u lexoj përbërësit, ndërsa ju e shihni me mënyrën e përgatitjes dhe videon përkatëse në kanalin tonë në YouTube me emrin Reze Dielli. E shohim së bashku, pite me qep të njoma dhe koper. Ju duhen 6 qep të njoma, kemi vetëm 2 minuta më thonë, kështu që mos e diq si recetë. Jo, nuk do ta djeg. Bravo, kemi bravo, 6 qep të njoma, 1 filxhan kafeje vaj ulliri, po aq edhe miell, 1 bustin pluhur pjekës, 2 filxhan kafeje qumësht, 1 majluge piper të zi, 4 kokra vez, kemi 300 gram djath të bardh, 2-3 deg koper, majdanoz apo nenexhik dhe krip për të rregulluar shijen, por nëse djathi ka shumë krip, ju e shihni vetë pastaj për të ekuilibruar shijet. Po ashtu edhe patlıxhanët me speca do t'i gjeni në kanalin tonë në YouTube, aty i keni edhe një herë listën e shkruar të produkteve, ja u theksoj këtë dhe mënyrën e përgatitjes më vete. Pra jo i gjithë emisioni, po më vete të gjitha recetat të të idhen me emrat përkatës, patlıxhan me speca, domate dhe erza. Shënojni, bëjni një foto recetës, po ashtu dhe asaj të parës. A të t'jap edhe një sekret tjetër? Shumë mirë mund të vendosni turmerik të kreçeli. Me ngjyrën që ka turmeriku, kajsit po ashtu e bën më të djellë, jep një ngjyrë më të theksuar të artë, më saktë. Dhe jo vetëm për ngjyrë, po dhe për benefitet e veta. Benefitet që ka patyshim për pastrimin antiinflamator dhe e bën reçelin, që është reçel dhe nuk është ndonjë gjë e shëndetshme për ta përdorur në mënyrë të përditshme, pavarësisht se na shijon shumë, po duke i shtuar për shembull turmerikun, ti e ekuilibron atë. Ndërkohë, përpara se të ikim tani të pash që kafen. Tash edhe unë e harroj goca kafen tash. Kemi të kapsulat tona Mokador, vazhdojmë t'i përdorim me dëshirën më të madhe për të shijuar dhe për të nisur ditën me energji, për të vazhduar atë. Ju shihni disa lloje, unë kam zgjedhur Merlin sot për Albanën, me kapsulat plot e për plot me 7 gram kafe dhe ja, tek e bëra kafen time për vete, për Albanën dhe për miq do të na vinë pas pak në studio. Besoj se përfundua me recetat, do t'i gjeni në kanalin tonë në YouTube dhe pas publicitetit do të rikthehemi në Reze Dielli. Erdha Albana. Faleminderit që na ndoqët deri tani. Mirë se erdhët në Reze Dielli. Shëndeti prostatës është një çështje që prek miliona meshkuj në mbar botën. Ne sot në studio do të flasim për një produkt natyral, i cili po merr shumë vëmendje kohët e fundit, që nuk ka asnjë efekt anësor, ka vetëm përbërës natyral, që ndihmon të gjithë meshkujt të cilët vuajnë nga prostata, kanë këto simptomat e zakonshme të prostatës. Ky produkt sigurisht do të ndihmojë në përmirësimin e funksionit urinar të tyre, por mbi të gjitha, çfarë përmban ky preparat që quhet Prostatol Kompleks, dhe ne e kemi vazhdimisht të sugjeruar në hapësirën tonë, e kemi sugjeruar, por ka ardhur momenti që për këtë produkt të flasim mëngjesisht për të treguar se çfarë përmban ky produkt, si ndikon te prostata dhe funksionet e saj dhe mbi të gjitha mund të parandalojë përkeqësimin e gjendjes apo madje edhe rrezikun për sëmundje më të rënda të prostatës. Dhe për t'ju përgjigjur të gjitha këtyre pyetjeve, kemi të ftuar përfaqësuese Natura Therapy Brunilda Shpërdhea. Mirë se erdhe Brunilda, kënaqësi që je këtu bashkë me produktin të cilin e sugjerojmë dhe është sugjeruar vazhdimisht nga ky ekran, nga kjo studio për personat të cilët vuajnë nga prostata apo nga këto simptomat e ndryshme të saj, të cilat mund t'i përmendim edhe një herë se çfarë dhe si janë këto simptoma tek meshkujt. Të shqetësuar nga urinimet e shpeshta gjatë natës, apo ndoshta ju mungon qetësia e një gjumi të qetë pasi ndjejnë nevojën për të urinuar, nuk urinojnë lirshëm dhe kanë një rrjedhje jo të plot, janë ndër shenjat më të zakonshme të një prostate të irrituar, sidomos për meshkujt mbi moshën 40 vjeçare. Për këtë arsye është krijuar dhe Prostatol Kompleksi, i cili zbut inflamacionin dhe përmirëson gjithashtu cilësinë e jetës.
Dhe nëse flasim për përbërësit, me qënëse dhe unë e theksova që ky është një preparat apo një produkt të rësisht natyral dhe brenda ti ka produkte natyrale, të cilat janë dhe çfarë efekti kanë ato në organizëm? Atëherë, prostatol kompleksi është kombinim bimor i përzgjedhur me kujdes, i cili përfshin ekstraktin e Sao Palmentos, ekstraktin e shegës, hitrës, gjithashtu dhe vajin e farave të kungullit. Ndihmon në lehtësimin e urinimit, zbut inflamacionin dhe dhimbje në fund të barkut, por mbi të gjitha rikthen një natë më të qetë edhe pa ndërprerje. Është produkt pa efekte anësore dhe i përshtatshëm për një përdorim afatgjat. Që mund ta përdorin meshkujt mbi të 40 apo jo? Çdo mashkull që ndjen probleme me urinimin apo me prostatën mund ta përdori pa problem produktin. Është një mënyrë natyrale, efektive për të parandaluar problemet më të rënda të prostatës. Apo fillojnë ato simptomat e para, patjetër që një produkt i tillë, një preparat natyral mund të ndihmojë më së miri në parandalimin e tyre. Prostatoli është produkt bimor, siç e thash, për problemet me prostatën. Atëherë, kurimi nga problemet me prostatën dhe urinimi nuk duhet të fillojë kur ato janë bërë më serioze. Prostatoli është një hap i thjeshtë drejt një jete më të qetë, pa stres dhe më me shumë vetbesim, normalisht për të pasur një gjumë të qetë gjatë natës dhe pa pasur nevojën për të ngritur shpesh për të urinuar. Nga përvoja e deri tanishme, nga eksperienca e gjatë e prostatolit në treg, sepse u bën goxha vite në treg, në fakt që ky produkt qaset ndaj atyre që kanë shenja dhe probleme të tilla, cilat mosha më tepër e kanë kërkuar këtë produkt? Zakonisht janë moshat... Dhe si ka qenë reagimi, feedbacku i personave, i pacientëve të cilët e kanë përdorur? Zakonisht janë moshat e treta që e përdorin, por që, siç e thash, mbi 40 vjeç fillojnë problematikat me urinimin dhe duhet ta kapim që në hapat e parë. Normalisht një person që sapo i ka filluar problematika e ka më të thjesht për të kuruar, ndërsa personat të tjerë që e kanë më të theksuar problematikën i duhet një kurim për të paktën 3 deri në 6 muaj, për të pasur një rezultat të qëndrueshëm. Doja të di edhe një herë se çfarë përmban eksaktësisht brenda kapsulave të prostatol kompleks. Atëherë ka ekstraktin e Sao Palmentos, që është një palm për të ndihmuar për zhbllokimin e rrugëve urinare, ka ekstraktin e shegës, hitrës, ekstraktin e farit të varave të kungullit, dhe gjithashtu përmban disa eksponent shtesë që ndihmojnë në pastrimin e rrugëve urinare nga infeksionet edhe nga urinimi i shpesh normalisht. Bukur. Ndërkohë, për personat të cilët duke qenë se ju përmendët që përdoruesit më të shumt të këtij produkti natyral janë mosha e tretë, të cilët padyshim që në sirtarin e tyre kanë dhe një sër ilaçesh të tjera për shkak të moshës, sëmundshmërive e të tjera e të tjera. A intervenon ky produkt me ilaçet e tjera? Produkti është i krijuar posaçërisht për moshat të treta që kanë edhe shqetësime të tjera shëndetësore, pra ai nuk ndërvepron nëse ato kanë ilaçe të tjera shoqëruese. Gjithsesi, ne mundohemi që t'ua tregojmë sakt se si duhet ta përdori produktin dhe nëse kanë ilaçe të tjera që të mos kenë edhe ato problematikat e tyre. Pse është e nevojshme që sot personat që janë duke na ndjekur të nisin dhe të përdorin prostatol kompleks? Atëherë, prostatol kompleksi është një hap shumë i thjeshtë, është një produkt bimor, pa efekte anësore, i vërtetuar klinikisht për problemet me prostatën. Për më tepër është një zgjedhje më e lehtë se sa antibiotike që të kenë edhe ato imunitetin më mirë. Të mos jetë i dëmshëm për shëndetin e tyre. Po, që të mos ju rëndoj imunitetin. Si çdo medikament. Është një shtojcë ushqimore. Pra më e thjeshtë se sa një zgjidhje antibiotike. Ku e gjejnë këtë produkt? Atëherë burimi është Natyraterapi. Normalisht nëse telefonojnë në numrin 044 80 3344 vjen me një ofertë ekskluzive. Një shishe kushton 24.900 lekë, ndërsa nëse marrin 2, përfitojnë 1 të 3 falas. Sa kapsula ka një paketim? 30 kapsula përmban një. Për një muaj, që një kur mund të zgjasin 1 apo 2 muaj? Kjo varet edhe nga problematika, normalisht. Më të theksuara e më radhë. Duke patur parasysh abuzimet, sepse dihet që ky është një treg i gjerë, produkte suplemente natyrale apo jo janë masive për sëmundje të njëjta dhe të ndryshme, ndërkohë si mund të bëjnë diferencën? Për këtë arsye kemi sjellë edhe paketimin. Produkti vjen i paketuar me logon e kompanisë. Nëse nuk vijnë qeste të tilla me logon Natyraterapi, numrin e telefonit dhe adresat tona, janë burime të pasigurta. Normalisht mund të njihen vetëm nga paketimi. Ndërkohë, për çdo pyetje, sepse ndërkohë në ekran janë jo vetëm numri i telefonit ku mund ta porosisni, por edhe qarkullon vazhdimisht oferta për ditën e sotme. Besoj se ka një ofertë ekskluzive për ditën e sotme, duke qenë se e kemi këtë hapësirë apo jo. Po, siç e thash, një shishe është 24.900 lekë të reja, por nëse marrin 2 përfitojnë 1 të 3 falas që e kanë një kur të plot për të pasur një rezultat të qëndrueshëm.
Gjithashtu dhe transportin falas. Transporti është falas. Mund të hapin të pakon përpara se ta paguajnë që ta vërtetojnë që produkti është ai që kanë kërkuar. Nga natyra therapi. Ndërkohë për sigurisht edhe njëherë për të lehtësuar këtë pjesën e komunikimit, sepse njerëzit për çdo blerje që bëjnë shqyqyr që jemi më të ndërgjegjësuar, edhe si konsumator pyesim për çdo produkt që blejmë, është shumë e rëndësishme. Janë operatorët në dispozicion apo jo për të dhënë shpjegime, asistenca mjekësore të trajnuar për produktin që e tregojnë sakt përdorimin se varet nga çdo klient, siç e thash. Sigurisht që pyetjet janë më të ndryshme, sipas simptomave. Varet nga mosha, përdorimi i produkteve të tjera, ato do t'i sqarojnë të gjitha. Bëhet fjalë për një suplement të rësisht bimor nga Natyra Therapi. Brunelja shpjegoi saktë se çfarë përmban ai dhe për çfarë gjendjesh apo simptomash përdoret. Padyshim që në komunikim të vazhdueshëm me mjekun tuaj për të përdorur çdo produkt që zgjidhni për shëndetin tuaj. Të falenderoj dhe shumë suksese. Faleminderit. Ne do të shkëputemi për publicitet, vjen pas pak Stella Nikola me rubrikën Bëje vet. Erdhëm në rubrikën tonë Bëje vet, gjithmonë sugjerojmë maska apo përzierje natyrale për lëkurën, flokët, sugjerimet të bukura të këndshme me Stella Nikola. Mirë se erdhe dashur, kënaqësi që je këtu. Një kënaqësi. Kënaqësi që je këtu. Dhe sa bukur që kemi kombinuar kështu sot. Faleminderit, gjithashtu, jemi veshur kështu me jeans, se dukesh pak si më vajzërore, apo ja? Edhe i përshtatemi në çik stilës. Edhe me veshje në çik sa më të thjeshta, që t'i japim komode dhe t'i japim rëndësi maskave, që do bëjmë. Ne jemi më thjesht, maskat janë më të përbëra, sepse duhet jenë të tilla për... Por që nuk janë të vështira, kështu që mikeshat tona mos të trëmben, se ne mundohemi të gjejmë ato produktet përbërësit sa më të thjesht dhe që ne i kemi në shtëpinë tonë. Te kuzhina. Për shembull, do të kujdesemi sot për lëkurën e trupit, sepse bëhemi gati për plazh, ekspozohemi në diell, duhet të kujdesemi të kemi të hidratuar. Në qoftë se do ekspozohemi në diell, duhet të kemi atë kujdesin tonë shumë të veçantë, sepse është për rrezet e diellit, të gjitha me radhë. Por ne që jemi në punë, gjithkohës, për shembull muaj që nuk më lejohet shumë të iki të dalë në diell, janë dhe këto maskat që janë vetë nxirrëse, që ti mund të bësh me pak produkte, mund të nxjesh vetë këmbë duart në shtëpi. Por që para se të bëjmë një maskë vetë nxirrëse, sigurisht që duhet të bëjmë një skrap. Para përgatisim terrenin. Po sigurisht që të marrë më mirë, të përthithet më mirë nga lëkura, kështu që një skrap me produkte shumë të thjeshta, sheqer ose krip, është ideal për të bërë atë lëkurën e butë si bebe. Të aplikohet më pas, ai kremi që do të përgatitet. Fillojmë direkt, marim sheqerin. Sheqeri për mua, si që është i ëmbël në shije, ashtu është i ëmbël dhe në trup. Sepse të jep një butësi, një... Të hidraton. Edhe të hidraton. Të hidraton aj shumë. Që përcis lagështin e jashtme të natyrës edhe ta përshtat në trup. Dhe për më tepër të jep dhe një shkëlqim. Sheqeri, sepse tamam e ushqen. Së mos ai kaf, thuhet. E ushqen, po, sheqeri kaf, por që dhe sheqeri bardh. Në një diferencë shumë të madhe nuk ka. Nuk ka. Sheqerin kaf e lëm për të konsumuar, kurse sheqerin e bardh për produkte. Mirë është asnjërin as tjetrin, por në raste kur duhet. Po që nuk rim dot kështu pa konsumuar sheqer. Atëre, është shumë e thjeshtë, Niki, siç kemi sheqerin e bardh, hedhim vaj ulliri. Mund të hedhësh edhe vaj bajame, vaj kokosi, ka shumë vajrat, shumë të mirë. Ja, si që kemi kështu. E të razojnë. Që shërben sigurisht për hidratim. Po. Në të shojmë edhe pak të të? Po. Nuk hedhë shumë vaj ulliri, sepse është pak vështirë për ta shplarë pastaj. Ja. Kjo u bë një masë homogjene, e shkrifët, para se neve të futemi në dush. I bëjmë një skrap komplet trupit, përveç se fytyrës. Për fytyrën unë nuk jam dakord për skrapet, them drejtën, se më duket sikur jam pak... E rëndon, iriton kap, skrapet më të imta ndoshta. Po, për këtë rast, kjo është për trupin. Atere, përveç se thamë benefitet e mira që janë jo shkëlqimi, jo kjo ana e bukur vizive që duket, por sheqeri ndihmon në qarkullimin e gjakut, ne që bajmë her pas here këpucë me taka, na lodhen këmbët. Kjo është një masazh i shkëlqyer, pa kosto dhe që jep rezultate shumë të mira. Ato qelizat e vdekura? Por qelizat e vdekura dohet të prekja kripën, sepse kripa ka veti, marrim krip të trash. Është njësoj si sheqeri, që ta hollojmë pak, e hedhim te ky
është eksfoliues pak më i fort kripa se sa sheqeri. Sigurisht, ka ato vetit e tia që është antibakterial, ky të ndihmon kur ti ke bërë një depilim dhe përdor këtë skrap me krip, ky nuk të lejon të krijojnë ato puthrat në lëkurë, që i mja del më kollaj, kështu që është i shkëlqyer. Kështu siç e shtypa. Kjo e zeza, po ashtu edhe kripa Epson që kemi dëgjuar që është edhe detoksifikuese, shumë e mirë, antibakteriale. Por që unë gjithmonë futem te këto kriprat ose produkte që kemi në shtëpi, që mos t'i ngatroj me shumë produkte, me shumë gjëra. Gjithashtu është dhe antinikotike për personat cilë ndoshta kanë dhe vuajnë nga myku, antiseptike, detoksifikuese, largon qelizat e ka vitamina shumë, vitamina B1, B2, B3, B4, B5. Mirë është që kjo lloj kripe të përdoret edhe në kuzhinë, përveç se të ushqit. Në kuzhinë përveç se kur zëm të ushqit, po edhe është jep këshilla Albana që janë shumë të mira. Vetëm në rastet kur keni një plag, një çarje. Sigurisht, kur ke një plag, ke diçka që nuk e ke të dëmtuar lëkurën, absolutisht që nuk mund të përdorim as kripën as sheqerin. Sepse do ta thaj shumë atë. Atëherë ta tregojmë eksfolimi i tillë ky skrabi, përzierjes pra të sheqerit me vajin e ullirit. Kjo lëkura bëhet e but fare. Atëherë, e bëm skrabin. Lëkurën e kemi super të lëmuar, pra mund të bëjmë të dyja, më vetëm jo të bashkohen, ose mos e keq kuptojmë gjërat. Ose kripa tham, ose sheqeri. Gjithmonë me vaj ulliri ose vajra të tjera. Këtë kemi në shtëpi. Dhe çfarë duam më shumë në lëkurë. Te sheqeri nuk mund të, sepse sheqeri jep edhe pak shije, është pak më i lagësht, ka të tjera veti. Kurse kripa është shumë e thatë. Te kripa me vaj kokosi për shembull, dhe shtojmë dhe një çik vaj lavandi ose mente. Mentja përmirëson shumë mirë dhe qarkullimin e gjakut. Qarkullimin e gjakut, mund ta bashkojmë, bëhet një skrab akoma më i mirë. Gjithmonë duke u bazuar te këto produktet natyrale. Pra një skrab duke depërtuar dhe në thellësi, e kemi përgatitur trupin për të aplikuar më pas një krem vetënxirësin. Që sot e kemi pak më të mirë, më të bukur, edhe më delikat, jo një krem të zakonshëm, se një krem të zakonshëm e kemi sjell vazhdimisht se si mund të aplikojmë, edhe sa e rëndësishme është ta mbajmë lëkurën të hidratuar, por sot Stella do të na sugjeroj një krem vetënxirës. Atëherë, shumë kollaj, siç kemi një krem zbutës hidratues në shtëpi, unë zakonisht përdor krem pa aromë, që mos të ketë ato sa më pak të jetë bimor, të gjitha këto me radhë, mos i përsërisim gjithmonë. Ky kremi që kam marrë, që e përdor hidratues në shtëpi, do hedhim kakao. Një lugë kakao. Pra kakaoja bën atë rolin nxirës. Edhe vaj ulliri. Edhe këtu është opcionale, mund të përdorim vaj ulliri, mund të përdorim prap vaj kokosi, çfarë të kemi ne në shtëpi ose çfarë dëshirojmë, sepse vaj ullirit e ka dhe një çika të aromën e fortë. Por që mua më pëlqen më shumë. Sa t'jap atë shkëlqimin ndoshta lëkurës. Ja. Këtë tani do ta lëm pak që kakao të bëhet njësh me kremin. Kjo duket si ëmbëlsirë tani. Si krem kakao. Kështu si që kemi, por këtu tani e dim që nuk është se do t'a shplajmë. Ku ta përdorim një çik? Te krahat. Do përdorim një sasi të pakët. Po. Ja, të dyja. Jep thjesht një teksturë të lehtë fare, plus shkëlqimin që ka. Te ty ndoshta duket më shumë. Shife. Ndihet kjo aroma e lehtë fare, pra jep një teksturë shumë të lehtë lëkurës dhe një shkëlqim. Nuk pretendojmë të bëhemi sikur kemi qëndruar një muaj në plazh, por një teksturë të lehtë e merr kremi i përfitshëm. Por që ngjyrë jep shumë të bukur edhe shumë natyrale. Unë kam çik me ato kremrat që janë tani në treg, përveç se ato përbërësit kimikatet që themi gjithmonë, po ka dhe një aromë që unë nuk e duroj dot. Ajo aroma është karakteristike ati ingredienti që duhet, që duhet se s'bën, çfarë do lloj kremi të marrësh, nga më të lirin deri më të shtrenjtin e ka. E kanë ato aromën e rëndë. Kurse kjo e kakaos duket si mus, si një ëmbëlsirë.
Mos e neglizhoni përdoreni në shtëpi, pra në vend të shtoni lëkurës disa kimikate më tepër, shtojni një lugë kakao tek kremi që përdorni për hidratimin e lëkurës dhe do të vëreni, ndoshta nuk do të jetë edhe njërë, siç e thamë, nxirja po aq e fortë sa një krem nxirës që e përdorni ju zakonisht, po do të jetë një teksturë më e lehtë, më e ëmbël dhe shumë natyrale mbi të gjitha. Kjo është kryesorja. Pra, skrapi pari dhe më pas hidratanti me efektin vetë nxirës. Tani do një gjë për fytyrën kemi sot. Nuk do të lëm asnjëherë fytyrën pa bërë një maskë. Maskat janë nga më të larmishmet, kemi lloj-lloj produkte që mund të vendosim, por unë jam dashuruar çik me këtë majan e birës. Është, më duket, ka një ushqim dhe ka një futet depërton në poret e lëkurës edhe jep atë efektin si botox. Një botox natyral, pra. Si majan që e përdorim të bukat, që bëhet fryet, edhe të njëjtin efekt jep edhe te lëkura. Kështu që siç kemi majan e birës, do marrim majan këtë që kemi me kokriza, të thatë. Do hedhim 2 lugë qumësht. Kemi vaj ulliri, jo, më falni, mjalt, djes. Se vaj ulliri ose vaj kokosi, vajrat bartës janë sipas preferencave dhe sipas tolerancave që ka. Këtu ne kemi marrë vaj kokosi. Me qënë se është për fytyrën, edhe kemi dhe pak merak që të përdorim vaj ulliri në fytyrë, jo për njollat e zeza, sepse duhet jemi shumë të kujdesshëm, sidomos tani në këtë periudhë. Kurse vajin e kokosit, ne kemi shumë të mirë, sepse është vaj me përqindje uj, ka 5% uj, dhe është ka 15% mbrojtje nga dielli. Naturale. Naturale, kështu që... Ashtu dhe vetë majaja duke patur gjitha ato karakteristika që Stella i përmendi, ndërto dhe më e rëndësishme sigurisht për ata që vuajnë, për vajzat gratë që vuajnë nga yndyra e lëkurës, apo lëkura me akne të ndihmon, sepse rregullon, përmirëson sebiumin, yndyrën e lëkurës, ndaj edhe nëse aplikoni në mënyrë të vazhdueshme, për ata që vuajnë nga yndyra, mund të pagësojnë pak vajrat dhe mund të shtojnë dozën e majas. Por që vaji i kokosit nuk është fare që ta bën fytyrën me yndyrë. Është një nga vajrat për mua më të mirë, sepse përveç se nuk është që yndyros lëkurën, e ushqen atë, ka lagështirën, ka atë mos të marrë rezet e diellit kundra rezeve, kështu që ku ka më mirë se sa vaji ullirit. Si do të aplikohet? Si do të aplikohet kjo maskë? Sot që nga me emocionuar më duket. E keme vajnë e ullirit, të paktën e kemi të mirë të vajnë e ullirit. Duhet patur edhe parasysh, jo vetëm ta gatuajmë me vaj të mirë ekstrakt virgjër, por edhe ato që vendosim në lëkurë, siç e kemi thënë, duhet që çdo gjë që vendosim në lëkurë, ka më mirë se dhe të jetë e ngrohtë. Sigurisht. Ideale do jetë. E pasur gjithashtu edhe me vitaminën B, shumë e rëndësishme për majan. Kështu që të gjitha këto karakteristika që u përmendëm, që stimulon edhe përderisa themi dhe e kemi konsideruar si një botox natyral, stimulon edhe prodhimin e kolagjenit, duhet thënë, përmes majas, duke e trazuar vazhdimisht siç po vepron Stella. Tani do ta vendosim. Në mënyrë që të integrohen mirë përbërësit me njëri tjetrin. Kjo u bë një masë homogjene. Do të qetësoni dhe hidratoni. Këtë do ta vendosim në lëkurë, gjithmonë lëkura nuk duhet të jetë e dëmtuar si gjithmonë, por e larë e pastruar. Larë e pastruar dhe do ta vendosim rreth 15 minuta. Bukur. Mbas 15 minuta, do ta heqim me pak ujë të ngrohtë, me një detergjent larës, me ato që ne kemi në shtëpi dhe përdorim në rutinën e përditshme. Po. Kështu që ai efekti... Sa shpesh do aplikohet? Njërë, 2 herë në javë. Si zakonisht, kur përdorim maska të tilla. Nuk duhet të lodhemi shumë me këto, sepse këto ka një të mirë dhe një të keqe. Të mira është që nuk ka efekte anësore dhe janë shumë ushqyese për lëkurën tonë, por e keqja është që ne duhet të bëjmë do të bëjmë shpesh sepse janë natyrale. Por që ja vlen. Mendoj që ja vlen. Ja vlen vërtet. Pra skrapin, kremi vendxirës dhe maskën për fytyrën, i hidhin edhe një sy në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli për t'i aplikuar dhe për t'i përdorur në shtëpinë tuaj, duke ju sugjeruar të na shkruani për efektet që ato kanë dhe a ju kanë bërë puna apo jo. Si gjithmonë ato këshillat janë shumë të vlefshme. Padyshim që po. Falenderojmë Stellën, ndërkohë lidhemi me Amerikën vetëm pas publicitetit për të njohur aty me një histori suksesi 26 vjeçari që bëhet qytetar nderi i New Yorkut. Kënaqësi të bisedoj me të pas publicitetit.
Do të kemi një komunikim virtual me New Yorkun e largët, pasi aty 26 vjeçari Xhemal Lanica është shpallur qytetar nderi i New Yorkut. Se përse e ka marrë këtë titull dhe sepse ky titull përbën edhe të vetmin shqiptar në këtë moshë që merr një titull të tillë nderi, ne do të komunikojmë me Xhemalin, të cilin e përshëndes. Mirëmëngjes Xhemal. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi për të gjithë teleshikuesit e emisionit. Faleminderit shumë, të falenderoj për kohën edhe urime, përgëzime për këtë titull të veçantë që ti ke marrë, duke na bërë krenar të gjithë ne shqiptarëve që kemi mësuar këtë lajm, por mbi të gjitha dhe veçanërisht komuniteti shqiptar në New York. Ti je tashmë me këtë titull qytetar nderi për krejt New Yorkun apo jo? Po, normalisht, unë jam qytetar nderi për krejt New Yorkun dhe me këtë rast jam futur në librin e historisë të bashkisë si qytetar nderi i New Yorkut, por në këtë moshë jam zgjedhur unë këtë titull e mbaj si më i riu në mbar Amerikën, pra një shqiptar i cili para 6 viteve erdhi me ëndrrën amerikane, arriti që të bëhet edhe qytetar nderi i New Yorkut. Si arritet i Xhemal ta marrësh këtë titull? Për çfarë kontributi? Përse t'u dha këtë Normalisht titull? unë kam shoqatën Ulqini, një shoqatë jo përfitimtruese, e cila ka për detyrë dhe ka për mision që të bëjë bashkë gjithë shqiptarët nga gjitha trojet, jo vetëm nga Mali i Zi, dhe me iniciativa kulturore dhe ato humanitare, ne arritëm që të vazhdojmë iniciativat dhe të ndërmarrim hapat historike që ndoshta më herët nuk janë marrur, duke inkuadruar të rinj dhe të reja në institucione amerikane, duke mbledhur përmbi $1 milion për iniciativa humanitare dhe kulturore, dhe gjithashtu duke bërë sa më tepër bashkë shqiptarët në për evenimente të ndryshme. Bashkëpunuam me politikan të nivelit të lartë shtetëror, sikurse në Kongres, në Senat dhe në Këshillin Bashkiak, dhe gjithashtu kemi lënë mbresat e mira për të gjithë njerëzit që kanë bashkëpunuar me ne dhe normalisht me iniciativën e Këshillit Bashkiak, emri im u fut si në propozimin për qytetar nderi dhe gjithashtu u zgjedh me votim brenda bashkia. Tashmë që je qytetar nderi i New Yorkut, çfarë privilegjesh ke ti Xhemal në këtë moshë? Normalisht sa më herët që të merr këtë titull, sa më herët që e merr këtë titull, që është një nderi veçantë, pasi që ne kemi parë që këtë titull tek qytetet e jona prej nga vim ne, për shembull veçanërisht nga Ulqini, merren ose kur je 50 vjeçar, 60 vjeçar ose të madhe. Normalisht po, por tani nuk i dihet, ndoshta në moshën 35 vjeçare apo 40 duhet të jem në një skenë shumë të lartë në politikë këtu në Amerikë, apo të jap kontributin tim maksimal gjithashtu në vendlindje. E aspiron politikën, do të doje të riktheshe për shembull në Ulqin për të marrë poste politike? Pse jo, kur mos thuaj kur, sepse unë gjithashtu kam edhe si dek të përfunduar diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare, kështu që misioni im është që të punoj sa më tepër për momentin, për vendlindjen time, për kombin tim dhe të inspiroj sa më tepër të rinj dhe të reja që ne këtu në Amerikë, si jemi gjenerata e parë, e dytë dhe e tretë, të mos asimilohemi sikurse ka ndodhur me komunitete tjera, qofshin ato italiane, irlandeze apo ndonjë vend tjetër evropian. Xhemal, ti studimet i ke kryer në Tiranë apo jo? Po, 3 vite dhe tani po vazhdoj që ti kryej këtu në Amerikë. E nise këtu shkollën e lartë dhe më pas shkove në Amerikë? E nisa 3 vite në Shkodër dhe 3 vite në Tiranë, kështu që 6 vite të jetës time i kalova në Shqipëri. Më pas në Amerikë për çfarë shkove? Për të çelur dhe për të hapur këtë shoqat apo kishe arsye të tjera që të lidhnin me Amerikën? Në Amerikë shkuam si të gjithë të tjerët për një jetë më të mirë. Unë më saktësisht vi nga qyteti i Ulqinit, nga plazhi i vogël aty tek kalaja e Ulqinit, dhe si çdo i ri apo e re me ëndrrën amerikane për të bërë diçka për veten, unë normalisht erdha këtu dhe mbas 3 viteve qëndrimit këtu në Amerikë, më erdhi ideja
që të hap një shoqat që t'jem pranë vendlindjes, por që të ishte kaq dhe të bëhet kaq e madhe, nuk e kisha menduar asnjëherë. Kush i çoi zë, le themi, Bashkisë së New Yorkut për kontributin tënd për njerëzit në nevojë, për komunitetin aty, që më pas ty të akordohesh ky çmim? Apo bashkëpunimi që ke patur, kush i çoi zë Bashkisë për këtë vepër të madhe që ti po bëje? Zë Bashkisë i çon këshilltarët bashkiak, sepse ne shoqata jonë bashkëpunon shumë afër me Këshillin Bashkiak, me kryetarin e komunës së bashkisë, por ajo çfarë bëri bujë të madhe është që unë me shoqatën Ulqini morëm një iniciativë së bashku me bashkëvendasit e jonë që të bëjmë një hap historik për qytetin e Ulqinit dhe për të gjithë shqiptarët. Këtu në Staten Island ne e binjakzuam komunën e Ulqinit dhe komunën e Staten Island. Ajo bëri bujë në gjitha mediat këtu në New York dhe prandaj ne filluam një bashkëpunim edhe më të ngushtë me politikan, duke ftuar lider nga vendlindja dhe duke mbledhur përmbi 500-600 deri në 1000 veta. Ne gjithashtu hapëm edhe një shkollë këtu në Staten Island, ku kemi përmbi 200 nxënësa të gjeneratës 2 dhe 3, dhe këto për një kohë shumë të shkurtër kanë bërë një bujë shumë të madhe. Dhe prandaj ato e kishin parasysh këtë çështje se si një djalosh i ri mund t'i bëj të gjitha këto. Plus edhe një hap tjetër që ka ardhur nga atje për një kohë shumë të shkurtër. Suksese urime, vërtet për të përgëzuar për punën tënde, për iniciativën, për guximin, për aftësinë që ti ke, që ndoshta e ke dhe të trashëguar nga gjyshja, po jam trego pak për lidhjet e gjyshëve të tu, edhe me ish-kryeministrin italian Aldo Moro, apo jo? Ke një histori familjare? Po, normalisht ne kemi ardhur nga Durrësi, unë jam gjenerata 3 në Ulqin, gjyshi im është gjenerata 1 në Ulqin, kurse babai im është gjenerata 2, dhe në vitet 55 deri në vitet 70 gjyshi im ka shërbyer në ambasadën e Italisë në Beograd, në kohën e ish-Jugosllavisë, dhe për shumë njerëz që punojnë nëpër ambasada është e pak fati që të kenë edhe kontakt aq të ngushtë me kryeministra apo me njerëz që përfaqësojnë pozitat më të larta të shtetit të tyre, dhe një nga ato kishte fatin gjyshi im që të shërbej për 15 vite dhe të jetë shumë i afër dhe të bën edhe miq familjar me ish-kryeministrin e Italisë të famshëm të asaj kohe Aldo Moro. Ato kishin një kontakt përmbi gati 10 vite, por për fat të keq, pas fatkeqësisë që ndodhi që u kindapua dhe u gjet i vdekur pas kindapimit për 50 ditë që ishte zhdukur, atëherë u shkëput edhe çdo kontakt dhe normalisht çdo politik dhe çdo gjë tjetër mori kahje tjetër. Në atë kohë dhe gjyshi jam largohet edhe nga ambasada dhe normalisht kthehet për të jetuar në Ulqin, ku edhe aty e krijon familjen, dhe sepse përpara kur ka shërbyer dikush në ambasadë, nuk është kurrëzuar që të ketë familje. Këto ishin ato disa ligjet apo parimet që i kishin disa shtete. Bukur. Duroj shumë suksese Xhemal, besoj se ke shumë projekte të tjera të bukura për komunitetin aty, edhe sigurisht për të ngritur lart e më lart emrin tënd. Me aktualisht përveç se shoqatës, puna konkrete e saj duke ndihmuar njerëzit në nevojë, duke bërë aq shumë për komunitetin, më thuaj pak se sa është numri i shqiptarëve në Staten Island? Numri i shqiptarëve në Staten Island është përmbi 60.000 që janë të konfirmuar. Unë çdo herë kam thënë që është e vërtetë që ndoshta të gjithë punojnë për emrin tonë, por unë jap maksimalisht që të punojmë që të ngrihet sa më tepër emri i shqiptarëve. Atë do e dëshmojmë sepse kemi nisur edhe një iniciativë që inshallah edhe fatin aprim të festojmë pavarësinë e Shqipërisë në shtëpinë e bardhë me presidentin tonë. Kjo është pikësynimi që ti ke vendosur bashkë me... Normalisht jemi të gjithë shoqatat, kemi një bashkëpunim të ngushtë me Emina Çulmulaj dhe jemi në kontakt me të gjithë politikanët, jemi në kontakt me Kongresin Amerikan dhe për shkak të zgjedhjeve vjetë që ishin, kjo nuk ndodhi, por shpresojmë që duhet të ndodhë në termin sa është presidenti Donald Trump. Kështu që besoj që do të arrim atë pikë qëllim.
Të uroj suksese për këtë. Më thuaj një mesazh që ke për të gjithë brezin e ri që aspirojnë Amerikën apo që ndodhen aty. Nuk do të thotë një të jesh në frymëzim. Amerikë. Nuk do të thotë që të jesh në Amerikë për të arritur majat e suksesit. Unë vetëm duhet të inkuaroj të rinj dhe të reja që të besojnë në vetvete dhe të vazhdojnë të ndjekin në rreth të tyre. Kur nuk është e mundur asgjë. Të thotë që ata të punojnë sa më tepër, transparent dhe me vullnet të mirë mund të arrihet çdo gjë. Si që shkoi Xhemali për pas studimeve për një jetë më të mirë dhe tashmë është qytetar nderi që përfaqëson dhe të vetmin shqiptar në këtë moshë që është shpallur qytetar nderi në gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe një shumë suksese dhe faleminderit për kohën. Ju falenderoj edhe juve për ftesën dhe gjithë të mirë. Punë të mbarë. Faleminderit dhe njerë, ne ju falenderojmë që na keni ndjekur për gjatë 2 orëve të transmetimit tonë të drejt për drejt, do të shihemi nesër në Rrezë Dielli. Kalofshi një ditë të bukur. Mirupafshim.